Dhe këtu mendoj që Amerikanët kanë pas, mund të them, qasjen që për shkak edhe të një dobësimi, mund të them, sepse Izraeli është hera parë që nga luftat, 4 luftat arabo-izraelite që pëson për brenda mund në zemër të Tel Avivit, por Irani kryesisht ka dashur të godas pjesën që do thot është zemra e ekonomisë së Izraelit, Haifën, me potencial me një port shumë të madh, po edhe Eliatin e kuptohet në jug, por mendoj që edhe industria ushtarake. Rafales, e cila është një industri shumë e zhvilluar dhe rafinerinë qendrore të naftës në Haif. Këto do thot ka qenë momente që ndoshta edhe pse Amerikanët gjithë vend sot hapur, ne nuk jemi në luftë me Iranin, sepse ka probleme të brendshme pastaj me shkelet e ligjeve dhe kushtetutës amerikane. Ke bundet tek republikanët është një numër minor. Janë kujdesur fakt amerikanët të deklarojnë që janë duke sulmuar pra centralet bërthamore, nuk kanë qëllime të tjera në deklaratat e tyre. Kjo ka qenë ai varianti që do thotë futja ose marrja vendimit e Trumpit ka pas këtë qëllim të ikët kësaj pjesës deklarimit zyrtar të përfshirjes në luftë, mirë po një operacion i cili është i domosdoshëm, bile i ke 3 pikat e tij që një aksion i tillë është i domosdoshëm. Pika 2 nuk jem për zgjerim të luftës dhe nuk futemi në luftë në lindjet e mesme, dhe pika 3 centralet bërthamore të Iranit. Irani nuk mund të ketë armë bërthamore. Dhe duke nisur nga këto 3 pika, mendojmë që nuk amerikanët nuk janë të interesuar që ta keni luftë të zgjeruar në lindjet e mesme, sepse rrezikohen potencialisht nga ajo që mund të ndërmarrin pastaj edhe aleanca tjetër. Them drejtën, sot jemi në një luftë mes 2 perandorisë perëndimore dhe asaj lindore, që kryesisht i prin Kina dhe pjesa perëndimore ose kultura dhe civilizimi perëndimor, që do ballafaqohen me konfucianizmin. Kjo do shumë mend, dhe mendoj që në të ardhmen e afërt do kemi një përleshje në Indo-Paqësor mes amerikanëve dhe kinezëve. Kinezët janë të interesuar, sidomos Gushtisa e Hormuzit paraqet interes për kinezët. Përpara se të shkojmë tek Hormuzi, do të ndalem pak edhe tek Hormuzi, zoti Bilali, për t'ju